Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dhe i herë. E boni halal pak për përnesën. Faja im do të marrë më shpesh në Prishtinë. S'do të më përdor GPS. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tema që kanë zgjedhur vëllezërit është mungesa e integritetit apo dhe mungesa e guximit intelektual. Më kam qef, pse o gjallare kemi si metodë që bëjmë pak hyrje për të kuptuar termat në fakt, çfarë nuk kuptojmë konceptet, pastaj vazhdojmë në trajtimin e temës, çfarë kuptojmë fjalën intelektual. Fjala intelekt vjen nga fjala intelekt, që ka në origjinën e latine, në kuptim me intelektin, pra me arsyen, ka të bëjë me arsyen, me mendjen ose me mendimin. Pra, nga kjo merr vjen edhe kuptimi, po themi në terminologjik ose konceptual, që intelektuali është njeriu i mendjes. Pra, një njeri i cili ka mendim, ka qëndrim, ka opinion. Dhe përgjithsisht intelektual, edhe pse në rangun e njerëzve interpretohet se intelektual është njeri i cili mbaron shkollën e lartë, pra ka kryer një fakultet të caktuar, ama nuk është njerëzit ata opinioni sotëm, apo intelektualët sotëm, apo njerëzit mendimtarët e sotëm në botë, nuk quhen intelektual një person i cili ka marruar një shkollë të lartë të caktuar, por quhen ata njerëz të cilët kanë mendim për shoqërinë. Kanë një opinion për shoqërinë dhe jo vetëm kaq, por mbajnë edhe qëndrime. Mbajnë qëndrime të moralshme. Pra intelektuali shikohet si një njeri i cili jo vetëm ka një këndvështrim të caktuar mbi shoqërinë, dhe mban qëndrimet të, por qëndrimet që ai duhet të mbajë do të jenë qëndrimet e vërteta. Pra, atë çka është e vërtet, atë çka është e drejtë dhe atë që është e mirë për shoqërinë. Përtej faktit se kujt i përket ai apo kujt i përket shoqëria. Pra, intelektuali në thelb duhet të jetë ai i cili nuk bën kompromis me të vërtetën. Pra, është ndërgjegja e njerëzve. Pra, dhamir që thonë në gjuhën arabe. Pra, është dëshmitar i së vërtetës apo dëshmitar i së drejtës. Pra, intelektuali që thonë këta përdoren e trashëndon. Pra, flet për atë që është jo për gjërat thjesht që janë materiale të kësaj bote, por që është përtej. Dhe përtej këtu nuk kuptojmë vetëm thjesht Zotin dhe ahiretin, po vlerat. Vlerat morale gjithmonë janë diçka përtej. Pra, e te kalon njeriu, ose që përdoret termi trashëndon. Problemi i sotëm të integritetit, apo integriteti do thotë pavarësia morale. I intelektualëve të sotëm është se nuk është thjesht se ata kanë mungesë integriteti apo guximi sepse ata janë njerëz të këqij në krahasim me ata që kanë qenë njerëz përpara. Jo. Por mënyra se si strukturohet sot shoqëria, pra është një problem strukturor. Mënyra se si organizohet sot shoqëria i imponon atyre disa gjëra që nuk kanë qenë imponuar dikur. Jo se dikur nuk ka pas njerëz që i shërbenin të keqes apo i shërbenin interesave materiale, edhe dikur ka pas, por sot shoqëria është shumë më e strukturuar dhe ka më pak pavarësi dhe kjo detyrimisht ndikon të gjitha shtresat e shoqërisë, të gjithë njerëzit dhe pa diskutim nuk bëjmë përshtim këtu as intelektualët. Dhe ajo që shpeshherë përballen intelektualët nuk është që ata denoncojnë, që mund të denoncojnë të keqen kur ajo është jashtë tyre, apo jashtë grupimit të tyre, apo jashtë ideologjisë të tyre, jashtë kombit të tyre, jashtë klanit të tyre, por shpeshherë problemi më i madh është kur ata nuk denoncojnë të pavërtetën apo të shtremtën që është edhe brenda tyre. Është kollaj, ata denoncojnë të keqen me të cilën ti e ke jashtë. E ke një komb tjetër, e ke një parti tjetër, e ke një klan tjetër, mirë, po më e vështirë është kur ti denoncon të keqen që e ke brenda vetes. Sistemi sot apo shoqëria sot më është strukturuar në mënyrë të tillë apo që i krijon intelektualit një bindje se nuk ka rrugdalje. Pra se situata është e pashmangshme, deterministe, dhe kështu duhet të jetë, s'ka se si të jetë ndryshe. Kjo është e para, e dyta nuk ka alternativa.
Dhe treta mundësia për luftës, për të luftuar, për të bërë është një iluzion, pra është një dështim. Kështu që në një farë mënyre i krijon atij një lloj dorëzimi vullnetar. Nuk është kurrë që dorëzohet në mënyrë të dhunshme, përmes imponimit, përmes kërcënimit, po përmes këtyre mekanizmeve se si funksionon shoqëria, i imponon atij që të dorëzohet së keqes. Cilat janë nga ato shkaqet e krizës intelektuale sot? Kur themi krizës intelektuale, jo se s'kan qenë përpara, dhe jo se sot nuk ka intelektual njerëz që janë vërtet zëri i ndërgjegjes, apo zëri i së vërtetës, apo zëri i së drejtës. Sigurisht që ka. Po pse këta janë pak dhe pse ekzistojnë këto shkaqe të krizës? E para, institucionalizmi. Çfarë do thotë kjo? Në të kaluarën shumë intelektual ishin njerëz të pavarur. Të cilët nuk vareshin nga strukturat shoqërore, nga shteti, po them se thash, por kishin lloj pavarësie ekonomike, intelektuale. Sot për shkak se ata janë pjesë e strukturave shtetërore, për shkak se janë pjesë e OJF-ve, për shkak se janë pjesë e think tankeve, apo sepse i mund të jenë pjesë e një grupi të caktuar, parti politike, apo ku diun parlamentit, kështu që në një farë mënyrë ata varen prej tyre, varen nga rroga, varen nga karriera, varen nga promovimi. Pra është detyruar, duke qenë se janë pjesë e institucioneve të caktuara, kjo bën që të jap një lloj efekti negativ, për shkak se ai është i varur ekonomikisht, është i varur potencialisht qoftë edhe për statusin e tij, apo për autoritetin e tij, apo për karrierën e tij, kështu që në një farë mënyrë do krijohet një lloj mekanizmi i butni, të themi, që imponon atë që të mos jetë i pavarur. Në momentin që një intelektual nuk është i pavarur, ai nuk është vetvetja. Ose të paktën sillet me lloj hipokrizie me shoqërinë, ose minimalisht hesht, për mos thënë që ka edhe për atyre të cilët i bëjnë temena apo bëjnë sehir sistemit, ndërkohë që intelektuali duhet të jetë një zë kritik ndaj sistemit, ndaj sultanit apo ndaj pushtetit, sepse ai do të thotë vërtetën. Dhe pushteti gjithmonë është i prirur për arsye të mbajtjes së vetvetes, për arsye për t'i dhënë legjitimitet vetvetes, për arsye për të vazhduar në fundit pushtetin që ka, të bëjë probleme, të shkaktoj gabime, apo të dalë nga rruga e drejtë, apo nga e vërteta, dhe intelektuali duhet ai i cili që të jetë gjithmonë atë rolin e emrul maruf apo nehel munker, pra ai që urdhëron për të mira edhe ndalon nga e keqja. Një shkak tjetër pse intelektualët humbin apo kanë humbur atë, po them, integritetin moral apo edhe guximin, është për shkak të polarizimit të tepruar që ka shoqëria e sotme. Qoftë ky polarizim, pra kundërshtim, po them, politik, ideologjik, etnik, nacionalist, edhe fetar, edhe kombëtar. Kështu që shpeshherë intelektuali bëhet partizan i kauzës që ai mbron dhe jo dashurues i së vërtetës. Ti mund ta mbrosh kauzën kombëtare, apo dhe kauzën fetare, apo dhe kauzën politike, por në fundit ti ke një borxh ndaj Zotit dhe ndaj moralit tënd që ti do të thuash të vërtetën kurdoherë. Dhe ti je i drejtë. Po për shkak të klanit tënd, tribalizmit tënd, apo për shkak të përkatësisë tënde etnike, fetare, ideologjike, ti mbron kauzën tënde të asaj përkatësie, edhe nëse ajo nuk është e vërtetë. Edhe nëse është e padrejtë. E marr një si shembull, na thonë neve bëjmë pyetje kombi apo feja. Kombi apo feja. Në përgjigje një pyetje shumë thjeshtë. Nëse përballë ti je shqiptar, kemi një serb apo dhe një grek, me që kemi problematik ta fqinjët ta, nuk i dum shumë. Edhe na kanë bërë zullumet shumë. Dhe këtij grekut apo këtij serbit, një shqiptar tjetër i joti, i ka hyrë në hak. Ka vjedhur, ka vrarë, e ka prerë, si ka bërë diçka tjetër. Dhe ti je përballë këtyre të dy, pra shqiptarit tënd, që është kombi yt, dhe këtij tjetrit që nuk është kombi yt, dhe cilën ti ke mbart një armiqësi historike. Jo me atë si individ, por si kom. Anë kujt do të mbash? Kombi thot mbaj anën e kombit. E drejta morale, ndërgjegja thot mbaj anën e ndërgjegjës. Feja është ndërgjegja, Zoti është ndërgjegja. Pra do të mbash anën e drejtës,
jo anën e klanit tënd. Dhe ne kemi shumë mirë kur Allahu thotë në Kur'an që ju dëshmoni thot edhe kundër vetvetes tuaj, edhe kundër baballarëve tuaj, edhe kundër të afërmit tuaj. Madje ka ardhur një ajet Kur'an që ka zbritur apostafat në Medinë, sepse një muslimani hyri në hak një idhujtari dhe ja hodhi faj një jehudi. Dhe tash duke qenë se është jehudi le ta ngecim këtë, vetëm se ky nuk është musliman. Dhe zbriti Allahu ajetin në Kur'an ku e shfaqsonte jehudin dhe bënte përgjegjës muslimani. Kjo është feja. Dhe për më tepër, për të kuptuar që kjo nuk është produkti i sotëm, por nëse kthehesh ke manuali i nacionalizmit shqiptar, apo ke manifesti i nacionalizmit shqiptar që është më i njohur dhe që ka shkruar, kush e ka shkruar? Sami Frashi, shkëpria çka qenë ç'është ç'do të bëhet. Në fund fare, Sami Frashi, masi mbaron gjithë ekspozen e nacionalizmit, i thot Zoti thot, e drejta, kombi, populli, etj. Gjua këto janë parimet tona. Nuk e fillon me kombin, pa e fillon me Zotin, dhe pastaj fillon me të drejtën, dhe pastaj fillon me e treta është kombi. Edhe e ka me shkronjë të mbaja, po të hyni, po të gjeni edhe online. Pse ka vënë Zotin përpara dhe drejtën përpara? Sepse ti nuk mund të ngresh mbi parimet morale asnjë përkatësie. Kushdo qoftë ajo. Dhe Zoti është parim moral. E drejta është parim moral. Kështu që feja, kush më mëson mua që t'jen parimin moral? Feja. Kështu që në këtë rast feja del më parsore se çdo gjë tjetër. Kush e thotë të thamun? Sami Frashi. Ka njëri për shqiptarëve që dali ta shajë Sami Frashi? Nuk del njëri ta shajë Sami Frashi. Mund shaj se, se kush jam unë, kupton ti? Po Sami Frashi nuk e del njëri. Sepse ka atë figurën, po themin ato oraolën e nacionalizmit shqiptar, po ja për ky është intelektual. Dhe ky vuj në fillim të drejtën Zotin, sepse mbi to ngrihet me parimet morale, dhe parimet morale janë universale. Përkatësia jote etnike, kombëtare, vjen e dyta. Dhe kështu është njerëzore. Përndryshe ti do të favorizoje kë? Atë grekun apo të serbin, edhe pse ai ishte bërë padrejtësi. U zgjata pak kjo, po besoj se është e rëndësishme për të kuptuar që shpesh herë pse ne biem të gabime. Pika e tretë, ose një nga shkaqjet e treta, është që është bashkëkohore. Kjo intelektualit shpesh herë tenton të jetë influencer. Pra synon atë publiken, apo synon që të jetë politikisht korrekt, ose korrekt me audiencën e tij. Dhe nuk intereson atij thjesht shpesh herë të jetë e vërteta, por e rëndësishme është të thotë diçka që është e fortë, që kërkon njerëzit, i pajton me njerëzit, apo bien njerëzit dakord me të, tërheq vëmendjen, ndoshta është edhe goxha, po themi ne, pra është një krijues për mbajtje. Ky është kërkon shpejtësi, edhe për shembull një nga problemet është që kërkon shpejtësi, reagim shpejtësi. Për shembull ndodhi një ngjarje, duhet të reagosh, pse nuk reagojnë hoxhallarët nganjëherë thonë, ose pse nuk reagojnë intelektualët. Po mendimi intelektual kërkon një lloj javashësie, një lloj meditimi, një lloj reflektimi, sepse ti nuk mund të reagosh bam për një herë. Duhet të njohësh situatën, të kuptosh situatën dhe pastaj mund të reagosh. Po në ndikimin e medjave sociale dhe të qenit influencer, ti duhet të jesh i pari që reagon. Dhe shpesh herë kjo i bën intelektualët të dalin nga misioni i tyre dhe të jenë, po themi ne, si përfaqësor, vetëm për shkak se asaj që audiencës që kërkojnë ata, dhe popularitetit, dhe jo të kryejnë në fundit misionin e tyre. Dhe kjo është sigurisht pjesë e krizës. Pra ti nuk del të thuash të vërtetën, po thua atë që kërkojnë njerëzit. Edhe nëse e vërteta është e hidhur, duhet ta thuash atë. Kjo pika, edhe kjo ka pak a shumë të njëjtën gjë, frika digjitale, më fal, po e kaloj si pikë se është. Në rregull. Pra krijohet një lloj autocensure, krijohet një lloj vetcensure, ti e censuron veten dhe thua ti nuk matesh nga ajo që sa e vërtet është kjo që them unë, po matesh nga fakti që çfarë efekti ka kjo. Pra nëse unë po e them këtë të vërtet, mos ma keq kuptojnë publiku, mos ma nxjerrin jashtë kontekstit, mos ma keq përdorin,
Pra shikohet se çfarë efekti do të ketë dhe nuk niset nga fakti që sa e vërtetë dhe sa e drejtë është kjo që ti po thua, pra frika nga pasojat. Një tjetër element që shkakton krizën e intelektualëve sot është kriza shpirtërore dhe morale. Pra shumë njerëz intelektual mund të kenë dije, mund të kenë përgatitje, mund të kenë aftësi të madhe, mirë po çfarë? Mirë po nuk kanë atë moralin apo ndërgjegjen që ta ndjejnë misionin e tyre si amanet apo si përgjegjësi para Zotit edhe para shoqërisë. Edhe një pikë e fundit që pastaj do të kaloj në diçka tjetër është që për arsye se sot ka një hiperspecializim. Pra ti nuk mund të flasësh për një fushë të caktuar vetëm se nëse je specialist i IT-s për shembull apo nëse je specialist i fizikës apo astronomisë e gjitha këto të tjerat. Ndërkohë që kjo i bën një pjesë të njerëzve, atyre që quhen vetë intelektual, që unë mos flas për shembull për çështje të përgjithshme të shoqërisë, sepse unë jam vetëm mjek, apo unë jam vetëm IT-st, apo jam vetëm ku diun fizikant, apo jam vetëm kimist, ndaj edhe nuk flas për problemet e mëdha të shoqërisë. Jo se është i paaft, po e ndjen veten e të paaft ai për shkak se është i zhytur në një gjë shumë të vogël që di pothuajse çdo gjë aty brenda. Dhe ndërkohë që pjesa tjetër e asaj të madhes rreth shoqërisë nuk di asgjë apo heziton të flas për të. Guximi dhe integriteti ka kosto. Sepse nëse ti merr parasysh të gjitha këto strukturat e shoqërisë dhe të shtetit, të cilat ty mund të mos promovojnë, mund të presin rrogën, minimalisht nuk të botojnë një shkrim apo një libër, apo nuk të japin hapësirë në mediat publike, në gazeta e në reviste të tjera, apo mund të shkojë edhe trish kërcënime, këto janë kosto. Dhe një intelektual i vërtet, pra ai i cili e ka marrë amanet dhe e quhen veten intelektual, duhet të kalojë këto qoftë edhe me kosto personale. Sepse ai ka amanet këtë nga Zoti. Dhe këtu hyn pasaj ajo trajtimi që ka të bëjë me trajtimin kuranor. Apo trajtimin islam. Nuk ka, po themi ne, një fjalë nga trashëgimia jonë islame për fjalën intelektual. Në kuptimin e mirëfillësit që përdoret fjala sot, kemi fjalën ulema, pra dietar, njerëz të ditur, por mendoj se termi më i saktë apo më i përafërt që i shkon njerëzve intelektual që përfshin sigurisht edhe dietar, nuk përfshin vetëm njerëzit e mendimit, në botën arabe përdoret muthaqaf, me fjalë njeri i kulturuar, po që aty është një lloj përkthimi ose përshtatje i termit intelektual në gjuhën arabe ose edhe mufekkir, pra mendimtar. Mendimtar, po e rëndësishme la musha fil istilah në arabët, me fjalë nuk ka rëndësi termin, e rëndësishme është thelbi që konsiston. Ajo që mund të përshkruan më së miri, ajo të cilët Allahu xhallahu i bën thirrje në Kur'an njerëzve ose kësaj kategorie njerëzve, dhe jo thjesht i lavdron apo i ngre ata, është ajo që Allahu përmend në Kur'an si ulul albab. Ulul albab është një term që përmendet 16 herë në Kur'an. Ulul albab. Çfarë do thot ulul albab? Në anë gjuhësore, është përbërë nga dy fjalë. Ulul, me fjalë ahl, ose po themi ne pjesëtarët apo pjesëtarët apo njerëzit. Zakonisht përkthehet si njerëzit e mendjes apo të zotët e mendjes apo diçka e tillë, po fjala albab është në shumës të këtërës, vjen nga fjala lub në gjuhën arabe. Dhe në gjuhën arabe lub do të thotë më e pastra e diçkaja, më e kulluar e diçkaja, vjen edhe në kuptimin e bërthamës apo të farës apo thelbit të diçkaje. Kështu që kur themi ulul albab, themi njerëzit e thelbeve, njerëzit e koncepteve, njerëzit të cilët kalojnë anën sipërfaqësore të gjërave dhe hynë në thellësi dhe në brendësi të kuptimeve. Pra ky është o themi në kuptimi i ulul albab. Ulul albab lidhet me çështjen e amanetit.
Themeli i vërtetës është amaneti. Allahu xhashanu jo se amaneti është vetëm lidhur me ulul albab, është me të gjithë njerëzit, por duke qenë se këta njerëz janë më të veçantë dhe ulul albabët përbën një lloj dallimi me fjalë çan ulul albab ulul emat. Pra mund të jesh dietar, por nuk je ulul albab. Mund të jesh ulul albab, por nuk do thotë që je domosdoshmërisht dietar. Pra ulul albab është cilësi, është karakteristikë të cilët do t'i përmendim se cilët janë ato. Spare do të nisur nga amaneti që Zoti me fjalë ka marrë njerëzve në Kur'an. Kur Allah thot në Kur'an: "O idha khadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba la tubayyinuna lin-nasi wa la taktumun." Thot kur Allahu xhaleshanuhu thot u amori besën thot, u amori beslidhjen thot, atyre të cilëve u zhdën libri. Pra atyre që ishin përpara. Nuk thot dietar, jo dietar, po me fjalë el kitab. Po ky ajet edhe pse ka zbritur për el kitab, në kupton edhe ne sepse edhe ne jemi ehlil kitab. Shpesh a themi në gjuhën arabe el kitab o sunne, pra libri edhe suneti. E fjalë në shqip nuk përkthej libri dhe suneti, por edhe Kurani dhe suneti, por në gjuhën arabe përdoret kitab. Sepse Allahu në Kur'an dhalik el kitabu la rayba fi, ky është libri në cilën nuk ka dyshime. Pra Allahu thot në Kur'an, thot kur ne kemi marrë beslidhjen thot atyre të cilëve u zhdën libri thot, për çfarë ja kemi marrë besim? Le tubayyinuna lin-nasi wa la taktumun. Do t'ja sqaroni njerëzve të vërtetën, pra do t'ja përçoni, do t'ja kumtoni atë të vërtetën, edhe nuk do ta fshini atë. Ky është beslidhje që ti ke dhënë Zotit. Dhe beslidhja e Zotit ka pesh. Po ashtu Allahu xhallahu i ka urdhëruar dhe thotë në Kur'an besimtarët që por ke besimtarët hyn ke ulul albabët hyn më së Me thënë sigurisht që hyn gjithë besimtarët, por ata dhe më në veçantë ja ju ledhina amanu ittaqullaha wa kunu ma sadiqin. O ju të cilët keni besuar, keni frikë Zotit, pra rujini Allahu xhallahu, keni takwa Allahut, wa kunu ma sadiqin dhe jini me të vërtetët. Pra bëhuni me njerëz të vërtetë, ata sadiqinët ata që thonë të vërtetën. Pra janë të vërtetë në jetën e tyre, janë të vërtetë në atë që ata pohojnë. Po ashtu thotë Allahu në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida." Ju të cilët keni besuar, friksojeni Zotit dhe thoni fjalë të sakta, fjalë të drejta, fjalë të vërteta. E dyta, përgjegjësia. Institucioni i udhëheqjes. Çdo kush në këtë jetë është i përgjegjshëm për ata i cilët ka, cilët është ngarkuar. Po Profeti alayhis salam ka thënë kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, thotë çdo kush prej jush është bari dhe çdo kush prej ju është përgjegjës në atë vatën e tij apo në ata njerëzit që ka. Burri është bari, pra është përgjegjës në shtëpinë e tij, gruaja është përgjegjës për ata që ka nën vete, ai që është i pari i njerëzve, edhe ai është bari për tjerë dhe është përgjegjës për ata që kanë vete. Edhe njeriu intelektual, pra ai që ka njeriu për shoqërinë, ai që ka dije për shoqërinë dhe di atë që njerëzit e tjerë nuk e di, edhe ai është përgjegjës sepse ai është opinion bërës. Është ai i cili i orienton njerëzit, dhe i drejton ata, kështu që dhe ai ka përgjegjësi për ata të cilët e ndjekin. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dhe çdo kush prej jush thotë është bari dhe çdo bari do të pyetet për vatën e tij. Pra çdo kush prej jush është përgjegjës dhe çdo kush do të përgjigjet për ata të cilët ai ka në veten e tij. Pra ideja është që intelektuali nuk është vetëm prestigj, por mbi gjitha është çfarë? Llogari dhënie. Llogari dhënie. Ti jep llogari para Allahut xhaleshan. Një element tjetër që ka të bëj me intelektualin, ka të bëj intelektuali, sepse intelektuali është dashur pa dashur, është një autoritet në shoqërinë njerëzore. Qoftë me post, qoftë pa post. Dhe Umari radiallahu anhu ka një thënie që unë e përdor shpesh me thënë drejtën, atë thënien që thotë la islam illa bil jamaa, nuk ka islam vetëm se me xhamat, wala jamaa illa bil imare, nuk ka xhamat vetëm se me institucion, pra me udhëheqësi, thotë wala imare illa bi ta, nuk ka institucion vetëm se duke u bindur atij. فمن سوده قومه لفكر كان خيرا له ولهم ومن سود قومه لغير ذلك كان هلاكا له ولهم. Unë do të ke kapika fund sepse kjo më intereson. Thot atë të cili populli i tij thot
e vendos në krye, thot, për shkak të fikut të tij, pra urtësisë të tij, dijes së tij, mendimit të tij, thot, do të jetë hajër për të, thot, edhe për ta, thot. Po ai të cilën, thot, populli i tij, thot, e vendos, thot, jo për këtë, po për gjëra të tjera, thot, ai do të jetë shkatrim për të, edhe shkatrim edhe për ata. Ne kemi mjaft hadithe profetit alayhis salam ku urdhërohet mirë ndalohet nga e keqja, si hadithi Ebu Said al-Khudri që thotë nëse kush shikon një prej jush një të keqë, le të ndalojë atë me dorë, nëse nuk mundet atëherë me gojë, dhe nëse nuk mundet atëherë edhe me zemrën e tij, dhe kjo është besimi më i dobët. Dhe kjo vlen në radhë parë pikërisht për njerëzit intelektual. Po ashtu hadithi profetit alayhis salam që afdalul jihad ka thënë kelimatul haqq inda sultanil jair, thotë jihadi më i mirë, jihadi më i vlefshëm është ajo fjala e vërtet kur thuhet para pushtetarit zullumqar. Dhe sultan në këtë kuptim nuk vjen thjesht individi, por edhe sistemi. Nëse sultani përfaqësonte shtetin dikur, sot sultani është institucioni, është trendi, është sistemi, është shteti, kushdo që t'ja, me fjalë. Edhe qoftë sigurisht individi patjetër që është edhe sultani. Pra, thënia e vërtetës, pse është xhihadi më i mirë? Pastaj ka ardhur një hadith kur thotë edhe shahidi më i mirë është thotë ai Hamza ibn Abi Talib, dhe ai i cili thotë ja ka thënë hakun një zullumqari, pra drejtues, dhe ai e ka vrarë. Pra këto hadithet janë lidhur me njëra tjetrën. Pse? Sepse ti po përballesh me sistemin. Pra me pushtetin më të madh në tokë. Po pushtetin më të madh në tokë. Në momentin që ti përballesh me i vetëm, e pushtetin më të madh në tokë, duke thënë zullumqarin, atëherë ti ke bërë kulmin e asaj që e sakrificës dhe rrezikut dhe guzimit që mund të bëjë një njeri. Prandaj është xhihadi edhe më mirë, sepse ti nuk ke as armë, vetëm fjala është sigurisht që kur ti nuk ke asnjë lloj mjeti për të mbrojtur ndaj pushtetit më të madh në tokë, që është pushteti i shtetit apo i sultanit, dhe ti përballesh me të vetëm me fjalën tënde, por nuk ke patur asnjë lloj arme apo diçka tjetër, sigurisht që në masën që e betejës së përballes është edhe masa e shpërblimit. Pra duke qenë se ti përballesh me të madhe, dhe prandaj edhe xhihadi në këtë rast është edhe më i madh. Një element tjetër që prap lidhet me karakteristikën e ulul baba për intelektualit është që, siç e tham, intelektuali është ai i cili formson, pra ideon dhe i orienton njerëzve. Dhe kjo lidhet me hadithin e profetit sallallahu alajhi wasallam që men sana fil islami sunnatan hasana falahu ajruhu wa man tabi'ahu. Thot ai i cili thot bën një sunet të mirë apo bën diçka të mirë në islam dhe atë e ndjekin të tjerët, ai ka shpërblimin e tij dhe të atyre që vijnë pas pa paksuar askujt shpërblimin e tyre. Ashtu siç dhe nëse ai bën diçka të keqe që bëhet model, pra qëllimi është nëse ti bësh model i mirë dhe sevapin për këtë model të mirë e merr për atë që ti ke bërë dhe ata të cilët e ndjekin të njëjtin model, edhe nëse bëhesh model i keq dhe ke merr ndëshkimin të tëndin, edhe gjunafin atyre të cilët ndjekin këtë lloj modelin mbas teje. Një element tjetër është që intelektuali, duke qenë se e ka pranuar këtë lloj statusi, do, për shkak të amanetit që ka dhënë Allahu xhaleshanu, për shkak të dijes i ka hyrë këtë ndërgjigje, nuk duhet t'i japi vetes lehtësira. Pra shkoj det lehtësimit. Ne kemi shembullin e Imam Ahmedit, edhe pse Imam Ahmedi është dietar, po nuk përjashtohet nga ky fakti i dietarit, po edhe intelektualit, në kohën e sprovës të Kuranit. Pra Kurani është fjalë e krijuar e Zotit apo është e pa krijuar, kjo që ndodhi me Mu'tazilit në atë kohë, dhe një pjesë ulemave, ulemat mëdhej madje, me emër, pa i përmendur sepse janë të gjithë respektuar, po që ne marrim dije për tyre, pra. I thanë Imam Ahmedit që ti i thanë ruaj veten, tha, sepse mund të rrezikosh jetën. Dhe ju argumentuan atij me kë? Me çfarë argumentuan? Ju argumentuan atij me hadithin e Ammar ibn Yasirt. Ammar ibn Yasirt, ju dini situatën, ishte në situatë që ata e rrahen, edhe mund ta vrisin ashtu siç vran tjetën dhe tjetën, ndaj u detyruar bënte kufër. Ai sa shkoi ke profeti alayhis salam dhe i tha situatën për mos të zgjatur se hadithi njëvet. Dhe Imam Ahmedi refuzoi. Tha, ata më thonë mua, më tregojnë mua hadithin e Ammar ibn Yasir, që duhet sillim në këtë mënyrë, thot. Por nëse të gjithë sillen kështu, thot,
Pra nuk tregojnë të vërtetën, nuk thonë haku, nuk marrin qendrimin të pavarësisht se po përballen me kalifin. Imagjinoj kalifi atëherë ishte më pas thënë Trumpi sot, bile se më fort se sa Trumpi, kupton? Sepse kalifati islam nuk kishte rival në atë kohë. Pra ti dilje kundër të thosh që ke gabim. Kjo nuk është e vërtetë. Dhe nëse unë do të flas kështu, atëherë njerëzit do nuk do të mësojnë të vërtetën. Njerëzit do të mësojnë të vërtetën. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar që intelektuali nuk ka të njëjtën pozitë para Zotit siç ka njerëzit e thjeshtë. Njerëzit e thjeshtë mund të tolerojnë disa gjëra. Edhe nëse ai bën kufër në dhunë lejohet, sepse e ka lejuar Allahu xhanukun. Nëse ti me fjalë ti bën kufër me gojë dhe kalbuka mutmainun bil iman, pra thotë Allahu Kur'an që zemra jote është e mbushur me besim sepse ti je i dobët, mund të rezistosh. Alhamdulillah, ti mund të rezistosh me sevape më tepër, por po themi nuk e ke obligim. Dhe nëse ti tutesh, friksohesh dhe nuk e thua hakun për shkak se ku diun, ti ikën posti apo ti ikën ku diun pozita apo rroga, më the tash gjitha këto, ti në fundit je njëri i thjesht, por intelektuali jo, sepse ti orienton njerëzit. Dhe në momentin që ti hesht, ti je modeli. Ti duhet të rezistosh. Dhe këtu është burrnia e asaj që sepse shpërblimi është më i madh, dhe prandaj shiko, të marrësh titullin njeri ulul elbab, apo të marrësh emrin intelektual, edhe në kuptimin e perëndimor, jo vetëm atë islam, do thotë mbash kosto me vërtet. E dini që kush thotë vërtetën, dihet që do përsekutohet. Dhe kështu që pranoj dhe Imam Ahmedi nuk pranoi sepse ky argument nuk vlen për mua në fund thaj. Ky vlen për njerëz të thjeshtë, po jo për mua dhe për ulemat. Nëse ne heshtim, kush do ta flasë të vërtetën? Mirë, nëse fokusohemi tek ajetet e Kuranit, thash që përmendet ulul elbab, përmendet 16 herë në Kuran, 9 herë, pra në 9 ajete të ndryshme, ajo përmendet në kuptimin e tadhakkur wa tadabbur. Çfarë më thon tadhakkur wa tadabbur? Me fjalë përsjatjes, për kujtimin dhe meditimit. Për shembull thot Allahu në Kuran: "Wa liyatadhakkaru ulul albab." Kitabun anzalnahu ilayka mubarakan liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Thot libër të cilin ne ta kemi zbritur ty. Kjo është një ajet përfaqësues, nuk po i përmend të gjitha ajetet, të cilët duhet të meditojnë thot, apo duhet ta përsjasin thot ajetet e tij thot. Dhe kjo vlen për kë thot? Liyatadhakkaru ulul albab. Pra në mënyrë që të përsjasin, të mendojnë, të meditojnë thot ata që janë ulul albab. Pra ulul albab janë ata të cilët meditojnë, përsjasin, kuptojnë dhe thellohen tek ajetet e Kuranit. Paktën në 9 ajete apo edhe tek shenjat sepse ka ajete të tjera ku njeriu reflekton mbi ato që ka krijuar Allahu xhashanu. Në 4 vende apo në 4 ajete të tjera ulul albab lidhet me devotshmërinë, me takuan. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulul albab. Thot Allahu në Kur'an thot edhe shtoni thot ose furnizoni thot me devotshmëri thot sepse wattaquni ya ulul albab dhe më keni frikë mua o njerëzit e mendjes ose ulul albab. Pra në ajet dhe para ulul albab, pra intelektualët në këtë rast me që e përkthejmë intelektualët, lidhet me ata i cili mediton, reflekton mbi jetët e Zotit, ajetet e Kuranit, po edhe mbi ato çka i shikon në natyrë, është i devotshëm, është njëri i devotshëm. Në 2 vende të tjera, intelektuali apo ulul albab, ta përdojmë termin më sakt, është ai i cili reflekton mbi historinë. Pra mediton mbi historinë, mbi ngjarjet. Laqad kana fi qisasihim ibra. لقد كان في قصصهم عبرة ما كان حديثا يفترى. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Allahu në Kur'an thot në historitë e tyre apo në ngjarjet e tyre thot ka pasur thot shembuj, ka pasur mësime për kë? Për ulul albabët, pra për njerëzit e mendjes apo të Zotit e mendjes. Dhe në një ajet i fundit apo që përmendet vetëm në një rast në Kur'an, Allah thot në Kur'an: "Alladhina yastami'una al-qawla."
Alladhina yastami'una al-Qur'ana, ulaika alladhina hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab. Ata të cilët thot e dëgjojnë fjalën thot. Janë ata të cilët thot kush janë? Dhe yattabi'una al-ahsana, dhe ndjekin më të mirën. Ndjekin më të mirën. Këtu në më të mirë nuk ka kuptimin thjesht e më të mirës ndërmjet dy të mira apo më të mirën mes të këqijave, por ka kuptimin e së vërtetës, siç ka ardhur në koment të Kuranit. Alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una al-ahsana, ata të cilët ndjekin më të mirën thot. Ulaika alladhina hadahum Allah, këta janë ata të cilët i ka udhëzuar Allahu, wa ulaika hum ulul albab. Ky është ajeti më i veçantë që i përcakton se kush janë ulul albabët, sepse Allah e përfundon në Kur'an hum ulul albab, ata pikërisht ata janë ulul albabët. Kush janë ulul albabët? Ata të cilët e dëgjojnë fjalën, pra njohin situatën, njohin të vërtetën, njohin po themin e realitetin thot, janë pikërisht ata të cilët i ka udhëzuar Allahu xhashanu dhe ndjekin më të mirën, sigurisht ndjekin më të mirën jo vetëm në fjalë, por edhe në veprime, pikërisht ta thot janë të udhëzuar apo pikërisht ta janë ulul albabët. Pra një nga cilësitë kryesore të ulul albab ose cilësia më karakteristike e ulul albab për intelektualëve është ajo që tham pak rreth. Pra njerëz të cilët e dëgjojnë, pra janë të hapur ndaj mendimit, ndaj së vërtetës, e ndjekin atë, e pasojnë, pra nuk bëjnë kompromise me të vërtetën, pikërisht ta janë njerëzit të cilët i ka udhëzuar Allahu dhe pikërisht ta janë ulul albabët. Sigurisht që ka dhe cilësi të tjera të cilët ka përmendur Allahu xhashanu për ulul albabët. Në surën Ar-Ra'd janë përmendur pothuajse 7 apo 8 cilësi. Nuk e di nëse do të zgjatash më tepër po ti trajtoja. Allah thotë në Kur'an: "Afaman ya'lam annama anzala ilayka min rabbik kaman huwa a'ma inma yatadhakkar ulul albab." A është një lloj thotë ai i cili thotë di thotë që të është zbritur kjo, pra libri të është zbritur nga Zoti yt thotë me të vërtetën thotë, me atë që është i verbër thotë. Pra një lloj thotë ata të cilët e dinë që ky libër të është zbritur nga Zoti yt dhe me ata që janë të verbër, pra nuk janë një lloj. Inma yatadhakkar ulul albab thotë, por përmenden, përsjasin, e kuptojnë, e marrin vesh këtë thot ulul albab. Dhe tash fillon Allahu në Kur'an ai dhe e më pas më tregon se kush janë ulul albab. Alladhina yufuna bi ahdi Allahi wa la yanquduna al-mithaq. E para. Ata të cilët thot e përmbushin thot besën e Allahut xhashanu thot, edhe nuk e thyen ata. Ata të cilët përmbushin besën edhe nuk e thyen ata. Tha, këta janë ata që reflektojnë në atë që të kemi zbritur ne, janë ulul albabët. Kush janë ata? Cilësia e parë janë ata të cilët të përmbushin besën që i ka dhënë Allahu xhashanu dhe nuk e thyen ato. Walladhina yusallun yasiluna ma amara Allahu bi yusall. Thot ata të cilët thot mbajnë lidhje apo mbajnë kontaktin me atë të cilët Allahu xhashanu ka urdhëruar që të mbajnë lidhje, pra lidhjen farefisnore, lidhjen me kontaktin me shoqërinë, por kjo cilësia e dytë. Wa yakhshawna rabbahum, ata të cilët kanë frikë Zotin e tyre. Wa yakhafuna su'al hisab, ata të cilët thot kanë frikë thot llogarinë e keqe. Ata të cilët kanë frikë Zotin e tyre, ata të cilët kanë frikë nga llogaria e keqe kur ditën e Kiametit. Walladhina sabaru ibtigha wajhi rabbihim, ata të cilët thot durojnë thot për hir të Zotit të tyre thot. Për durimi. Si tjetër. Wa aqamu salat, ata të cilët falin namazin. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dhe ata të cilët thot shpenzojnë nga ajo të cilën ne kemi dhënë. Sirran wa alania. Qoftë kjo në mënyrë të dukshme, qoftë kjo në mënyrë pa dukshme. Pra, ku shikon? Wa yadrauna bil hasanati sayyi'a. Ata të cilët thot të keqes ja kthejnë me të mirë. Pra, këto janë ato cilësitë të cilët përmend në surën në Ra'd, pra ajo e para është përmbushja e besës në Allahu xhashanuhu. E dyta është mbajtja e lidhjes kontakt, pra mos shkëputja e lidhjes me shoqërinë, me familjen, sepse Zoti ka urdhëruar që të mbajnë këtë lidhje, pra mos jenë si ata intelektualë të cilët mbyllin atë kullën e filxhisht po themi,
edhe në akademizmin e vet dhe nuk duan të dinë se çfarë bëhet në pjesën tjetër të shoqërisë. Se ka edhe tillë njerëz që mund të jenë mendimtar shumë mirë, shkruajnë gjëra, por nuk kanë kontakt me shoqërinë. Nuk kanë kontakt me shoqërinë. Ato të cilët kanë frikë Zotin e tyre, ato të cilët kanë frikë nga llogaria para Allahut xhallahu në ditën e Kiametit, ato të cilët bëjnë durim. Bëjnë durim, qoftë ky durim që ka të bëjë me devotshmërinë ndaj Zotit, qoftë ky durim me përballjen me problemet të cilët ata ndeshen. Ata të cilët falin namazin, ata të cilët japin për atë që ka dhënë Allahu xhallahu, dhe ata të cilët së keqes i përgjigjen me së miri. Këto janë disa precisive që Allahu xhallahu ka përmendur në surën Rad, nga ajeti 19 deri po them 24 apo 25, por sigurisht që ka edhe cilësi të tjera, të cilët përmenden në ajete të tjera, po mundohet ti përmbledh apo ti them pak shkurt. Para se të mbyll, në që ta bëre pak si bashkëbisedim, do të sugjeroja është një libër, është i përkthyer edhe në shqip, ka vite që është përkthyer, Tradhtia e intelektualëve. Është një autor francez me origjinë hebre, me fjalë, është çifut, por është goxha libër i mirë sepse në ato që thot në fundit, ato gjitha janë parime morale që bien dakord edhe me Islamin dhe ja vlen për të kuptuar sepse edhe ai libër është shkruar në vitet 20 të shekullit 20. Pra është botuar në ato kohë. Kur ai tregon se çfarë dallimi ka intelektuali i dikushëm nga intelektuali i sotëm, edhe pse ndoshta e ka pak hiperbolizuar, por ai tregon këtë që intelektualët thotë nuk kanë mundur dot ndonjëherë ta zhdukin të keqen, thotë, dhe ta eliminojnë atë, thotë. Por nuk e kanë normalizuar kurrë, thotë. Pra nuk e kanë normalizuar atë. Ndërsa sot thotë ka njerëz thotë që për hatër të kombit, racës, ideologjisë, e kanë normalizuar të keqen dhe janë në shërbimse të keqes. Dhe kjo është tradhtia e intelektualëve. Edhe sigurisht ka edhe aspekte tjera. Ata të cilët thotë i shërbejnë thotë dashur pa dashur strukturës dhe sistemit për shkak të bindjeve ideologjike, apo për shkak të interesit personal, apo për shkak të frikës dhe tradhtojnë amanetin apo e ndërgjegjes së tyre, ose amanetin e Zotit që ne e përmendëm. Pra ajo për ta përmbledhur atë që thash, një person, një besimtar musliman, i cili ka njohuri bazike apo të mjaftueshme, po themi, për fenë e tij, dhe ka dhe njohuri bazike apo të mjaftueshme për shoqërinë e tij, dhe është njëri i cili reflekton dhe mediton mbi parimet e fesë, po edhe të shoqërisë, ai është ulul albab, apo ai është njëri intelektual, dhe për ta merituar titullin ulul albab, përdor termin ulul albab jo intelektual në këtë rast, duhet që përveç kësaj ai edhe atë që e ka ta reflektoj, ta zbatoj. Pra të thotë vërtetën, pra të jetë intelektual jo vetëm në fjalë, në akademizmin e tij, në mendimin e tij, por edhe në veprim. Alladhina yattabi'una al-ahsana, thotë Allahu në Kur'an, pra të cilët ndjekin më të mirë. Ndjekin më të mirë, jo thjesht ndjekin në mënyrë individuale, por e zbatojnë atë. Ai tibaja në terminologjinë islame ka kuptimin e zbatimit të diçkaje. Apo ne Allah do zgjata pak ndoshta. Mendova se do flisë më gjatë, po shkurtova. Nuk e di, fola gjatë.